Vladimir Putin po mbështet Iranin me një dërgesë armësh vdekjeprurse, sipas inteligjencës perëndimore. Zyrtarët në Kremlin raportohet se kanë hartuar një marrëveshje sekrete me Teheranin, vetëm disa ditë pasi Trump nisi sulmin e tij mbi Iran. Në fillim të marsit, dërgesat e dronëve ishin në proces, thon burime të shumta inteligjence, me të gjithë operacionin që pritet të përfundojë javën e ardhshme. Putini nuk akuzohet vetëm për dërgimin e dronëve në konflikt, por Kremlini madje ka mbështetur aleatin e tij me imazhe satelitore, duke synuar të dhëna dhe inteligjencë kyçe po ashtu. Një zyrtar perëndimor druan se Moska jo vetëm që po përpiqet të forcojë fuqinë e zjarrit të Iranit, por edhe të ndihmojë në forcimin e regjimit atje. Modelet e dronëve që po dërgon Rusia në Iran mbeten të paqarta, por Moska ka të ngjarë të ofrojë dron të ngjashëm me Geran 2, bazuar në dizajnin e Shahed 136 të Iranit. Versionet e Kremlinit të dronëve të projektuar nga Irani, të përdorura në Ukrainë që nga viti 2023, janë modifikuar shumë për të shmangur mbrojtjen ajrore dhe për të mbajtur ngarkesa më të mëdha shpërthyese. Publikisht, Rusia ka mbajtur një qëndrim më të zbutur, duke theksuar dërgesat e ndihmës humanitare. Ajo pretendon se më shumë se 13 ton ilaçe janë dërguar tashmë përmes Azerbajxhanit, me akoma më shumë që janë në rrugë sipër.